A ka thonë pejgamberi, apo sahabet, apo tabiinët, apo tabiinët, 3 gjeneratat e para që janë selefu salih, a kanë thonë për shembull që tauhidi ndahet në tauhid al-rububiyya, tauhid al-uluhiyya dhe tauhid al-asma wa sifat? Nuk ka thënë. Nuk është ndarë në kohën e profetit. Nuk është ndarë në kohën e pejgamberit, as kohën e sahabeve, as kohën e tabiinëve, as kohën e tabiinëve. Kur'ani fillon me tauhid dhe mbaron me tauhid. Kushtojini vëmendje. Kjo është një gjë tejet me rëndësi. Allahu Jalla wa Ala I ka përmendur 3 llojet e tauhidit në fillimin e surës Al-Fatiha, që është sureja e parë në Kur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjitha lavdërimet dhe falënderimet I takojnë Zotit të botëve. Ky është tauhidi ar-rububiyya, veçimi I Allahut në veprat e tij, krijimi, furnizimi, jeta, vdekja dhe të tjera veç këtyre. Ar-Rahmani Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ar-Rahman I gjithëmëshirshmi, Ar-Rahim mëshiruesi, Maliki Yawmiddin sunduesi I vetëm në ditën e gjykimit. Ky është tauhidi I emrave dhe cilësive të Allahut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe ndihim vetëm prej teje kërkojmë. Ky është tauhidi al-uluhiyya, veçimi I Allahut në adhurim, bërja e adhurimit vetëm për të dhe askënd tjetër përveç tij. Që këtu dietarët kanë thënë se tauhidi ndahet në 3 pjesë: tauhidi ar-rububiyya, tauhidi al-uluhiyya dhe tauhidi al-asma was-sifat, pra I emrave dhe cilësive të Allahut. Kjo është përmendur në fillimin e surës Al-Fatiha, siç është përmendur edhe në surën e fundit në mushaf. Qul a'udhu bi rabbin nas. Thuaj, kërkoj strehim tek Zoti I njerëzve. Thuaj, kërkoj strehim tek Zoti I njerëzve. Ky është tauhidi ar-rububiyya, Malikin nas, mbreti I njerëzve, sunduesi. Është tauhidi al-asma was-sifat, I emrave dhe cilësive të Allahut të lartësuar. Ilahin nas, ilah, I adhuruar me të drejtë I njerëzve, është tauhidi al-uluhiyya. Bila Allahu I ka përmendur 3 llojet e tauhidit në një ajet të vetëm, si qëndron në fjalën e të lartësuarit Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Ai është Zoti I qiejve, I tokës dhe I gjithçkaje që është midis tyre. Prandaj vetëm atë adhuroje dhe bëhu I qëndrueshëm. Bëhu I qëndrueshëm në adhurimin ndaj Tij. A njehtin ndokën që është I ngjashëm me të? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ai është Zoti I qiejve, I tokës dhe I gjithçkaje që është midis tyre. Ky është tauhidi ar-rububiyya. Fa'budhu, vetëm atë adhuroje, është tauhidi al-uluhiyya. Hal ta'lamu lahu samia. A njehtin ndokën që është I ngjashëm me të? Është tauhidi al-asma was-sifat, I emrave dhe cilësive të Allahut të lartësuar. Ku janë ata që thonë se ndarja e tauhidit në 3 pjesë është gjë e kotë, për të cilën nuk ka argument? Ku janë ata lidhur me këto ajete?